Përshëndetje nga ndaj Milala dhe miserat në podcastin tim. Kam derën dhe kënaqësinë dhe privilegjin sonte ta kem misafer mikën time, besoj që nuk ka nevojë për prezantim sepse e njihni gjithë. Ajo është Se ne shkoj na herim, le ndash Tiranë, ndash Prishtinë. Wow, sa bukur. Co kjo mrekulli që pas ke bu kështu. e të gjonu villu hajde, villë kajte tjevit. Robi, ku merë para ma shumë? Kosovë, Shqipëria po Macedoni? Hajde birë ta knojna. Luja, Robi, luja. Villë jo YouTube pëllë, Halli në kush ma di, atë që e të shta shumë. sot e kam karëshi. Ka qenë dakord që hinë big, Oh, printe tu. jo, absolutisht jo, sepse Elisa ka një mesazh për ty. hajde. Po e bëj këtë video në formën e një mesazhi për një nga njerëzit e mi më të shtrenjtë. Unë kisha pas që me taknu një kong për motra. O, motra jeme, ma e mira l'bol. Rovi, a mendon që e femen e fort? Tani në këtë moment e dobët, po ndihem. Se pa ta fjallin për kështu, po a e kështu femen e fort, prej Amana, majet ti kokës, tashi, dete Po kokës. qa ku e di una ku e ke hallin ty. Të dasmën time, ti zemra ime, eja e mos muro. Rovi, unë kisha pas qefti me kënu një balat, shfarat ato zemra ty dhe unë me të ngu ty. Me knajsi. Do të shkrije të venite. A ki vendosë më martu vla, dhe me mjeta lo beqare. Po pse Murat kam ngel derun ty, a qa është puna? Ku janë lefat? Mëj rovi la plumi par, a thalona u dhe mar, vaj, a thalona u dhe mar, vaj. Udaj bar në ka than, lot për faqeja kam nan. Vaj, lot për faqeja kam nan.